Në një nga sinjalet më të forta të interesit të administratës së re amerikane për Serbinë, Donald Trump Jr. vizitoi Beogradin ku u takua me presidentin Aleksandar Vučić. Kreu i shtetit serb cilësoi bisedën mes tyre si të përzemërt, duke theksuar rëndësinë e marrëdhënieve dypalëshe midis Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara. Folën për marrëdhëniet politike dhe ekonomike midis vendeve tona, si dhe për sfidat globale. Theksova rëndësinë e bashkëpunimit strategjik dhe projekteve të përbashkëta për të ardhmen, tha Vučić në një deklaratë në Facebook. Vizita e Trump Jr. në Beograd vjen pas një udhëtimi të tij të mëparshëm në shtator të vitit 2024, ku u takua me një grup biznesmenësh serb për të diskutuar mundësinë e investimeve. Ndërkohë edhe Jared Kushner, dhëndri i presidentit Donald Trump, ka nisur biznes në Beograd, duke nënshkruar një kontratë për ndërtimin e një kompleksi biznesi dhe rezidencial, një zonë të dëmtuar gjatë bombardimeve të NATO-s në vitin 1999. Përpara takimit me Trump Jr., Vučić u bëri thirrje aktorëve politik në Serbi që të shmangin dhunën, ndërsa dënoi sulmet ndaj policisë dhe incidentin e një nate më parë ndaj godinës së radio-televizionit publik.